40 foshnja të lindura në njësinë bashkiake nr. 8 në muajin dhjetor-janar kanë marrë për herë të parë dhurata nga këshilltarët socialistë të kësaj njësie. Familjarët e bebeve morën nga një pako të pajisur me sendet e domosdoshme, por mirërritjen e tyre. Këshilltari Ervin Bushati u shpreh se pakot mundësohen nga kontributi dhënë nga biznesi i minibashkisë nr. 8. Këshilltarët socialistë, Partisë Socialiste, kanë menduar të bëjnë një dhuratë simbolike për treguar ngrohtësinë e komunitetit në mikpritjen që bëhet për këta foshnjë të cilët sjellin jetën, sjellin rigjenerimin dhe gjithashtu në këtë mënyrë ne kemi menduar që të bëjmë një pako të vogël simbolike me disa ushqime dhe ndihmat e para për çdo nën dhe foshnjë në këtë ditë të gëzuar, që jo vetëm komuniteti të përfitojë, por të ndihmojmë shoqërinë tonë të gjithë bashkë të fillojë të veprojë si një komunitet dhe me simbole të tilla ngrohtësie, dashurie njerëzore në ditë të caktuara. Një nga përfituesit e kësaj nisme është edhe babai i 3 njakeve, Leonard Lala, i cili tregon se për të rritur fëmijët e tij e ka shumë të vështirë. Ndihma e parë. Kam qenë për ndihma tjetër, por s'na kanë dhënë gjë. Ku do përballohen me 6-7.000 lekë rrok kamarieri. I lutem shtetit na ndihmojnë. Këshilltarët socialistë premtuan që kjo nismë për bebet e minibashkisë nr. 8 në kryeqytet të vazhdojë edhe në të ardhmen.